Që do më pikonte në shpirt me dalun ose brikena, se diskutoj fare, do më pikonte në Të them shpirt. troç diçka, kam frikë, ja thash edhe gimbos, brikena gimbo. Janë më të rrezikuar. Sipas syrit tim. Më vjen keq, po unë ja thash edhe mirë, t'imagjino të kesh nxjerr finalistin e parë. Ti të hap një nominim për finalistin e parë. Non lo so, però keq më vjen. Dëgjoj, unë të shoh edhe shumë përfshirë ty në këtë mes. Për ty më vjen shumë keq për Zotin, të ta them shumë Për që të sinqerisht. keq? Për situatët, se dhe shpeshherë të shoh, thënë, këtë ditë shqyr ka qenë më mirë, do me thënë raporti juaj. Unë mund të them që kam pas shumë situata më përpara stresuese, edhe demoralizuese, kurse tashi për momentin mund të jem një nga njerëzit më të lumtur në shtëpi. Unë bot shumë qefi dhe unë shpresoj edhe uroj realisht për Zotin, po ta them këte pa asnjë lloj zëre se jemi në kafe tani, uroj të shkoni sa më mirë dhe në qoftë se rrini bashkë, fëmijë paçit jetë vërtet. Ta them me shpirt të gjon. E di edhe shumë mirë që ti e don edhe unë çdo kujt që thot jo po se don, jo po se si. I them çdo kujt, Mateo e don. Ama që ta them dhe shumë sinqerisht, mos ma merr për të keq. S'dua as me ndërhyj as me e shoh shumë të ftohtë për Kenën si femër akoma. Kurse unë e mendoj ndryshe. Këtë e mendoj në fillim. E kam pa qatë tipi ka që është shumë e rezervuar, shumë e ftohtë e gjitha, po mendoj që e ka fitu besimin edhe nuk ka lidhje me siç ka qenë. Unë uroj të mirat. Unë jam pro dashurisë, ti e din shumë mirë që unë në këtë... Po ta them që edhe unë vetë jam pas mërzit shumë herë. Po, edhe vje ma shpejt dhe unë s'kisha që thoj, nuk dua fare thoja të merja. Kurse tashi, besoj se dhe ajo e ka kuptu. Unë kam thënë, ti vetëm me qenë budale, i kam thënë, mos me kuptu sytë e mi kur qoftu. Si, pero, unë uroj, ta thash, shpresoj, veramente, se... Pastaj ka tipin veta shuaja, unë e di. Jo, lo so ke lejon, po... Mobilis më pëlqen këto krize, pavarësisht se mërzitem. Këto të voglat me jo...